e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për krejt dëgjuesit tanë të Glam Radio. Jeni me frekuencën 88.6 dhe 102 FM. Jemi me frekuencën tjetër në qytetin e Ferizajt, e ndërkohë jemi live edhe përmes KTV-s. Kështu që shpresoj që jeni mirë, kudo që jeni duke na dëgju, duke na ndjek, keni pas një javë shumë të mirë edhe një fundjavë edhe më e mirë, po na pret përpara tu e marr parasysh motin. Besoj që kena me shiu edhe këtë fundjavë. Nuk e dim javën tjetër shka me qenë temperatura, ta ka me pas në i farë lëvizje drastike. Ka me pas reshje her pas herë. Reshje të leta. Mirë, po shpresojmë që minus nuk kena me hi, kështu që çaj është me rëndësi. Rrugës, çastoj rrugë jena. Ti nxjerrim teshat një herë fion më sugur. Jo te mos diçka do të vë. Diçka do më vesh mo. S'di ku je niste. Për juve që jeni vetura në këto momente, nga ky moment presim na tregu se ku janë pjesë më të ngarkuara në 049978 mundni na thjesht na tregoni një foto, edhe ne informojmë gjithë pjesëtarët e tjerë në komunikacion. Edhe sot ju presim me një temë për cilën kena me fol për minuta të vazhdim, edhe që është se si është problem vetëm fundjavë. Mos e është e premte, nuk e lam temë të lirë, kena thonë që kena me boher pas herë në janë mujt, ama sot po dojna me ditë se çfarë është problemi aty. Është një farë temë e lirë, atë çfarë është problemi a kishë vetës në fundjavë. I ke kry këtë punë, obligimet, anë kënej. E premte cili është problemi që ja kshep, mundeni më na tregu. Mendoj që më shumë punë të presin në vikend, definitivisht. Po thuaj që është pak më rënë. Të mundohesh krejt ato që nuk po mundesh me i përmbush gjatë javës, me i përmbush. Me ja boni është problem vetës. Vetë premtën, atë. Godver. Kish bo. Nëse sa i përket temperaturës, fal që po ndërprej, rani s'ko ka heq deri në fund mujit me në dimri. Jo, mos pas ka. Deri me do ato 23 e tutje kanë me ra pak temperaturat në 9 gradë. Ftof po bëj. Kështu që përgatituni acar. Ka nga marre ose bashkëpunimi më i ri Alban Skënderaj dhe Capital T, po e bën hapjen e këtij emisioni, hajde të mbojnë as çka ka. Unë se kumbu. Asune nuk e dëgjova komplet, po e pash që një Instagrami kish postuar që është dedikim për personin e zemrës. Okej, hajde të dëgjojmë as e ka thonë. Jemi drejt për drejt në YouTube Glam Radio 88.6, jemi në koa.net Glam Radio FM, koa vizion edhe në 88.6 ose 102.0. Për juve që jeni në komunikacion në këto momente, kolon e 6 është nga fshati Shkabaj tutje me kolon deri tek stacioni autobusëve. E ngarkuar është dalja autostradës në Fush Kosovë me kolon shumë gjatë dhe dalja autostradës në Vetërnik me kolon shumë gjatë, si dhe pjesa nga Vetërniku nga gjysma tutje për mëqas edhe rrethit me flamore me vazhdu tutje edhe për tek rrethi i ambasadës. Këtu janë informatat e para që kanë arritur në 049978 ndërsa Petrol Company po ju pret gjithë juve për me shku me rimbush makinën me derivate më cilësore që bëni më shumë kilometra edhe që i keni me çmimet më të mira. Përveç kësaj ju mundni me u bë pjesë lojës shpërblyese. Petrol Company ju mundson me u fut lojës shpërblyese nëse bleni më shumë se 10 euro. Me rimbushni makinën më shumë se 10 euro, 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona. E kështu me radhë. Edhe mundeni me fitu shumë shpërblime, po ai kryesori është vetura që po ju pret tek Petrol Company. 049978 është i hapur, po ju pret me telefonata, po presim me na tregu se çysh e kishë shpërbly veten në fundjavë. Do më thonë, çfarë shpërblimi e kështë meritu ti mi apo vetës në fundjavë, mundësh me na tregu në 049978 na pas ka prit, pas ka shku. I poshtë do mesazhe që nga kanal, po mesazhet po e dini lexojnë avish pjesën e dytë, në pjesën e parë presim telefonatat e juaja për me bisedu edhe për temën e ditës së sotme. Nuk është bashkë temë e lirë, por që aty dikon, qyshta dhe Fiona, gati temë e lirë. Ja keme nuk ti vetën qysh e kështë, ase ja kështë e bon shpërblim vetën? Une derisa folet... Mos na tregovi që e ke menu. Po e ko menu, as po do me ta tregua? Ja, mos na tregoni, pak ma vonë. Okej. Apo do me na tregu se si rreng kësajna që tu kur gjojsh. Jo, në fakt, derisa ketu fol, ka shtu lezu për distrin që pas ka shkun finale në Grand Prix në Zagreb, me një luft që ka zgjat veç 2 minuta, e kam poshtë italianen. Distri bilen ja 3-4 minuta dhe na ta shohin. Gaja Stella e pas ka pas emrin në kategorinë deri 52 kg është fjala. Edhe ka një lajm shumë i bukur që e shpërblej vetën zakonisht gjatë fundjavave me lajme të mira, por edhe me naj bilet tek tok, nuk shkon keq. Me shpërblya? Po, pra. Okej. E kisha që vetën Paris. Në një.
92, Luksemburg. Në Luksemburg, po, okay. 93 kisha shku edhe në Zvicër. Paka? Me vizitu pak Alpet, po pse jo. Okay. Mandej kisha shku në Suedi, në Gjermani. A boll? Jo, vazhdoj ti. Në Sloveni. Kjo është dëshira jote, dhe më thosh për pimi jote. Nëse këto janë vendet ku mundesh me shku përmes Prishtina Ticket. Hyni ulëmtoni gjitha qytetet që mundeni me udhëtu përmes Prishtina Ticket në Gjermani, në Zvicër, në Sloveni, Suedi, Luksemburg ose edhe në Paris. Ana sjelltas për çmimet më ekonomike. PrishtinaTicket.net. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Miradia Gaslatina. Miradia, po? Po. Si kalove Pak mirë? me konë edhe ti Miradi, do më thonë Miradia nga Slatina, pak ma poshtë mulshu, i bjen me konë Miradine Miradi. për me, atë poshtë. Shkoj në aeroplan. Hej, tregom çu shesh përblen veten në fundjavë zakonisht. Unë javës kam qef me shku në Busi. Ku ki qef me shku? Në Busi të Vllaznia. Në Busi, okay, ki qef me shku me vizitu vëllezrit. Po. A po shkon as po shkon? A veç ki qef? Jo, la po shkoj, kësmet nestra. A i ke thirr me i kallëzu që po shkon? Jo, më kanë thirr. Atë kanë thirr, edhe ma mirë pra. Edhe ma mirë. Edhe ma mirë. Hej, kalofsh mirë. Anë edhe Gjithas vitën e mirat, vllaznive. punjot të këndshme. Faleminderit. Edhe nuseve. Tung. Edhe nuseve më saro po. Na ka dërgu Arsimi një video dhe një foto me Si na tregu Arsimi? për pjesën po jone, Arsimi tjetër. Po thu Fiona najher? Fiona, na ka dërgu Fiona një foto për na tregon për pjesën nga Vetërniku poshtë, ai nën kalimi që del për tek rrethi duplex është me kolon gjatë dhe qenë ka një kamion ka nal në rrugë dhe tash kjo e ka po kolonën. Po, vishko ka nal. Ai rruga është kështu gjithë ka kolon, nuk e di. Arsim thuj s'bën mu parku çdo. Hapet vitorën thuj a din që s'bën mu parku Po këto. aty s'ka ku shkon. Jo, dy janë. Prej në kalimit e poshtë. Është një. Jo, këtu pak ma poshtë. Vish edhe pak. Ndalje të aty tani bon 3. Semaforët 4 e 5 ka njëra 7 piki. Thuaj atina s'bën më nal çaty. Na lu gjithçysh thuj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Alo, jo s'presu na kështu. Kur na telefononi, e largoni prej televizorit Reni gati se na lajmëromi. Po, e moni pak zonin ma tull në televizor, edhe se na dëgjoni mjaftuar shumë mirë përmes telefonit. Ju që jeni në vetura, apo dini që janë dalë në zonin, edhe sikur me fol me ata po të shtëpis e keni nisoj. E kështu që ju lutem me pas kujdes që se ju na kthehet zoni anë kënej. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Çfarë boni? Pedre Nonsi Asoni. Si edhe si kalon? Po valloj mirë, po kaloj mirë jem. Ju? Mirë, faleminderit edhe na shumë mirë, po kalojna shumë mirë jena. Hajde tregom. Respekt për gjithë. Faleminderit shumë. Si e kishe shpërbly veten në fundjavë? Çfarë shpërblimi e kishe vetës? Kisha shpërbly veten me dorë me boni shëtitje dikun pak, me mundësi, po nuk ka mundësi edhe po, rrinë në shtet. Sikur, po. Ku kishe pas shef me shëtit? Çfarë shpërblimi? Po ai ndrena se sa di ka manej ma rrokollaj. Po nëse ta kesh rrok, ku ishe shku ma larg? Po deri Slatin. Deri Slatin, okay. Deri Slatin. Faleminderit që na ke thirrur. Na sa nuk o banole. Hajde, veç kujdes, mos tash banole. Ja, veç, më fani, a eli kolega, a eli martuna të ju një. Na jena të martum, po kjo me tjetër kon, unë me tjetër kon. Aha, ja, që tash ma përzite. Po ta përzi unë për qitë punjëm. Faleminderit shumë, përshëndes shumë, kalofsh mirë, hajtë se mervesh pak ma vonë. Enza Homo shvendi për juve që po dëni mu martu edhe me bledh dhomën e fjetjes dhe jo vetëm, edhe shumë mobili aksesor mrekullueshëm për shtëpinë e juaj mundën me i gjetë e Enza Homo Çaklavis kilometrin e 6 të Ferizajt, edhe ato me super zbritja që kanë rrit Black Friday edhe ka zbritje 30 deri në 70%. Kështu që ju që po doni mu martu, mos harroni me shku, po dhe ju tjerë që jeni të martum, edhe po doni mi ndru mobilet, mos harroni me shku me i këshyr këto super mobile me super zbritja. Ashtë ashtu fillon? Po, koleg. Qëtë nota tjetër. 079 edhe një numri telefonit, me qka e këshis shpërbly vetën në fundjavë. Alo, kush telefonon? Në shikuse nga Prishtina. Hajde këshike, si jeni? Apo keni uj, apo keni rrym? Ja, as njën, as tjetër. Apo keni internet? Po, kem internet, kem rrym, kem uj, kem të gjitha. Tonat mirat. Kogja mirë, i keni ndrejt standardet qëtash. Oj, kojshike. Urna. A të kalzoj diçka se s'po më rrën edhe mu në barkë si Fionës.
A e pe Dafina çfarë kerre kish ble? Kush? Dafina Zeqiri. I është bërë dhurat. Dafina veç e trashgoft, jam e ble Dafina Ja kosh, po bravo bre. Shkojna me temën. Ja kojna. Koj shike me çka e kështu për bly veten këtë fundjavë? Vallai Disa më si shkuar kerre. naj Rugova, naj Brezovica, naj dika. Dikun mal, a? Dikun mal. Me mor mal. E me të bërtit një herë. Ja, me mor malin, po me mor ajr pastër. Po çajo është? Na dëmton se atje s'ka ajër të keq, s'ka pluhën. Qysh Jo, atje me mor naj. Ta bllokohen mushknit atje. Mu hiek pak, atje na qelen mushknit, rrim pak, e ndryshëm, ndryshëm objektin e këtane. Ti shumë mirë e ki, apo jam syn, a veç dëshirë kështu po mbetet? E vallahi, ndeket që jam synista. Bravo, bre Kojshike, qashto. Hajde të përshëndesim, kalofsh mirë, mos harroni na çu foto. Edhe ju kalofshi mirë. Au fitërze. Ku me kalu mirë na? Au fitërze. Ajse mirë bëhet, edhe nesra keni ju pushim. Po bre, po e keni po për të dalëm pak dika. E kena sheshin, gjane gatë. Pa, e sigur ne si na dy që vizitojnë a sheshin kërkushes? Ja shesh, ja Albi, çto dy opsione i kena. Po, Albi, po mirë e ki. Me shku pak me kap na e farë oferte të mira atje me dal. Edhe po knaq është njëri. Kjele shkan atje në përmashikun, se kesh të këshyr do foto. Çka Ruben po? Po fol për Rubinin, se kesh të këshyr do foto dhe i sot i këshyri kështu ora. Tash më nal pak në Ruben, kur shkon Albi. A bot me shkon Albi pa u nal në Ruben? Shtu kishe mujt me shpërblyti vetëm. Unë e te këna kry, po për naj ditëlindja, për naj diçka ban. Çka ka lidhje që e ke kry më në shapet? Po des si dihet. Po një dhurat njëri për qef, për qef se po. Le të qëllën që aty oj pion. Kolon e gjatë është Fush Kosova nga zona, jo po nga AKI-a deri tek rrethi i Fush Kosovës, Kolona. Pastaj po mbetet shumë e ngarkuar dalja e autostradës në Fush Kosovë me kolon shumë gjatë. Edhe kjo qasja për tek rrethi i Çaklavisës drejtim Prishtinës me kolon gjatë nga Albi Malli, jo po nga Veterniku, kolona deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Këtu janë informata që kanë arritur në 049978978. Alo. Prej atje deri atje një 3-4 radh, domethënë. Po, edhe se la më ngarku me se tjetër. Amo interesant është se në rradh peshe gjithkon. Alo, përshëndetje. Alo, mirë dita, përshëndetje. Mirë dita edhe për ty përshëndetje. Kush na përshëndet? Po, një qytetar për i klini, që të s'po mëj me najtë pa e përshëndet. O, faleminderit shumë, apo na tregon emrin a ju? Valla, emrin e kom të na hershmit, njëjt prej se e mlen ditë suat. Qysh e ki prej që atë hershmit, qysh e ki? Kur e mle, Bekim e tash Bekim. Bekim, okej, hajde shumë mirë. Bekim? Por na. Egzofsh. Kon egzofsh atash. Emrin. Emrin e kom gëzoa, burri dhe. Qa ashtu? Hajde tregona, si e kështë shpërbly vetën fundjavë? Allah, drejt me të kallëzu, e kësha shpërbly me një sen ma të mirin. Qka është taj? 3 dit, mi nalë telefonin një, edhe mi hi për avlanit me shku diku në Evropë, me najtë me visht me ushqetësu. Do më thonë e kështë nalë telefonin krejt, si shë marrë me telefon, edhe ishe shku diku me një qytet të Evropës, s'ka lidhje ku, kishe najtë qëtu 3 dit, pa telefon, pa kur zho. Visht me dollë. Visht me dollë, po. Edhe në Kosovë mirë, po në Kosovë gjojnë. Atje s'mujnë me të gjithë. Valla dele edhe atje na njoni ta bono Bekimo, kur je ardhë. Ja se po më ftini me folë, e kom rezervu me gru më shku një ven, janë një avë ditës, do është me kalzu, po më ftini me kalzu. Hajde kalzëm, mësë pa e kalzëm. Ka dzej se, po thuni shka po ndhin Bekimi po kalzëm. Po hajtë s'ka lidhje, ma mirë është qështu se tani me thonë Bekimi kështu, Bekimi ashtu. Hajde tregona. Nga, nuk ju mujme ju kalzu ju kalzaj javën tjetër. Hajde u po të presëm dhe javën tjetër na këtu jena të prit. Heq u kry kjo farë pune. Faleminderit, kalofsh mirë. Shnetet mira, faleminderit për telefonatën. Po desë s'ka faj se e gjojnë tani kjo përshata e ka ngëm. Ju që i merë një telefonat me vete edhe delin e për Evropë, ja bëni vetës një dhurat me shku diku në Evropë për këtë fundjavë. Mos harroni para se me shku në Evropë me undal të ekipko, edhe me aktivizu internetin që është përket Evropën edhe për Amerikën. Edhe e kini shumë alirë se me krejt e sima tjerë. Ju që kini me najtë ka shpia edhe e kini me parapagim pagot, shkoni njënin prej dyqaneve edhe aktivizoni njënin prej pakove tip mini, tip super ose tip max. I keni krejt informata të në rrjetet sociale. Që telefonata. Alo. Përshëndetje, kush na telefonon? Jam Ramadani nga Kodra Trimave. Si, Ramadan, a je mirë? Mirë, faleminderit. Qysh ka qenë kjo javë? A ka pas punë? Po, ka punë nga pak. Mirë shumë. Ramadan, qysh është përblen ti vetën zakonisht në fund javë? Në fund javë,
mirë tregu drejtën këtu në market orare shumë i poshtër. Punojmë prej 8 deri në 23. E si shpërblim e kam që ja kam lënë vetës edhe me pëlqimin e palës tjetër. Se që punojmë bashkë. Okej. Dal në qytet në çdo diele. Po. E kemi me doni pa shokë sa në 4-5 vjet e tim ka një kafe. E keni kështu si rutina? Po. Ka raste që e huqim ka herë. Ka raste që e huqim ka herë. Po zakonisht i përbomë nësi mesatare të një pak të ndalë. Okej. Edhe ky është problemi yt për fundjava, me dalë me shokë edhe me shiu. Me dalë me shokë, doni pa me shiu e ato 3 orë që i kalojmë atë. Vjen mirë madam. Hajde të përshëndesim fundjavë të këndshme. Ton, në shtashijem shesh, si dihet. Shlirimi na ka dërguar një 2 foto me na tregu që është hyrja në Prishtinë nga fush Kosova. Faleminderit shumë shlirim. Kolone zgjat. Vesh shliruar jo. Vesh shliruar jo. Për momentin është e ngarkuar pra hyrja në Prishtinë, po shihet me kolon gjat. Po vazhdojmë të qenë shumë e ngarkuar edhe dalja e autostradës në Vetërnik, pra nga fush Kosova në Vetërnik. Këto janë informata që po vazhdojnë po arrinë, ne po i presim, na tregu dhe rruga Tirana që ka me kolon gjatë deri tek rrethi brapa stadiumit, vazhdon kolona dhe në rrugën Zagrebi deri tek shkolla fillore model. Alo, përshëndetje. Po, pra. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Gjyshja. Gjyshja. Si edhe si kalon? Mirë. Ju ajni mirë? Mirë, faleminderit Gjyshe. A bën me ju pyet diçka? Hajde se sot e keni po me na pyet mani. A diçka për vojna temën? Jo, kjo e ka non tjetër, ka unë non tjetër ka. Ja, shaka po bëj shaka. Po, nona ti kena tha gro babat burra. Hajde tregona. Edhe çashtu. Brother from another mother. Po. E përshëndesim po ato dy nona tona të mira. Si është problem vetën fundjavë? Arsim, unë dal gjatë javës jo shkoj shoqat pensionisteve atje, takona me shoqe, jo dalën në çaj, çtu është një çajtore, mbledhem në gratë shoqatës. Fundjavën e kaloj super, Arsim. Po çysh është problem? Çfarë shpërblimi ja bën vetës në fundjavë? Shpërblim jo, po vin qikat, vin nipat, po, ulnan në qyshet sobës, në qyshet shmon, qyshet sobës në altë atje, më vjen qaje, më vjen kafja, më vjen dreka, më vjen nipat, kënaqna. Faleminderit shumë që na ke thirrë Gjyshja Kiki. Ju përshëndes. Ton, kalofsh mirë. Paska Royal Weekend. Paska pushim durt. Royal, si më konë në Sueste ato karriget mbretërore. Po që menova dikush na ka shkruar dikush mesazh. Na ka shkruar dikush mesazh, po nuk e lexova si mesazh. Si për shembull kam e shpërbly veten. Edhe Junën nëse Bonanin e puçi shumë. Kam e shpërbly veten me një po harrova. Ande skoli. Jo s'po foli, pra le. Jo s'ka lidhje. Nëse doni me shpërbly veten në mënyrën më të mirë të mundshme, pa dal jashtë Kosovës, pa dal jashtë Prishtinës, e keni Suisin në zemër të Prishtinës, shkoni aty dhe shpërbleni veten me një masazh, me një tretman, me një trajtim të bukurisë, çka do që keni nevojë, ose thjesht me shfryzu pishinën, saunën, gjithçka ka Suisis që një person ka nevojë me u relaksu gjatë fundjavës. Përveç kësaj kemi përmendur dhe do ta përmendim gjatë javës në vazhdim që nëse keni nevojë për rezervimin e sallave multifunksionale për eventet e fundvitit, Suisi është vendi ideal. 038-220-000. Çagllavica me kolon, po sa unë kam. Çagllavica me kolon gjatë për juve që jeni tu ardhur në Maçalën, Feriza e Prishtinë, pra kolone gjatë për mëqyes rreth Çaglavicës është Beni që na ka dërguar një foto me na tregu se çysh po duket kjo pjesë kolon shumë e gjatë. Çe fion telefonata. Prishtina e banesave. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Miftarin telefon. Qysh je Miftar? Prej nga na thirr? Prej Oslo. Prej Oslo. Çfarë kemi Oslon? Toft mirë. Toft? Po. Ka arrit atje dimri, a? Na halon pranverë? Po moti që prej pranverë ja kanë nis dimrin këtu të na. Okej. Hajde tregom çysh e shpërblen ti veten gjatë fundjavës. Po shallojnë kom e qit në mzat me kollot sonte. Edhe? Në orat Oslonit. A ka dhe atje orat Oslonit, a? Po bre valloj, çfarë dush. Okej, ani. Çfarë dush? Veç mos e kullat shumë.
Sheremet, si do me orë, të rezervoj një vend, mund është me orë, tri tajlandes ka janë, masë orë, me hungër me pi. Faleminderit shumë. Të natë mirat. Pa i kena dhe na kretë këto. Ja, la do të tjetë jo. S'pedi, valojnë. Nuk e kena provu krejt. Të ja bojnë se kur vjen atë në kishe po. Se kalla pak. Faleminderit, po flasim për shpërblimet, që shjabon një vetës. Ja, pas ke gjeti. Ja, pas ke gjeti. Pedin qa. Po, pedina. O, s'po dojna me dit, faleminderit. Ka e një pa me zveti, jo. Jo, jena djelt migjës. Djelt migjës, a e të kalën një një. Se no migjës. Faleminderit. Edhe aj ty sigurisht. Se keshtë të thonë një, po s'ko ka shkrepi kë. Se keshtë të thonë diçka tjetër. Mu s'kom një me, harrova. A s'kia? Ndroje. Ta e pinja, s'është problem. Jo, fele më kësas më bëjë. As po të vyni, se din ti pa pos migjën, oj, pion. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet, mus? Fazilja nga Gjërgjica. Hajde, Fazilje, çfarë dhurate, çfarë shpërblimi ja kështë bo vetës fundjavë? Unë ja bëjnë një shpërblim vetit, çdo të shtune kam qef me qitë flinja se më vinë djoli me nuse 3 qika. Okej. E, se ko ka shpërblim për ata, ma shumë. Ko ka një farmonimi. Një është që flinja zërë në pramë të në kësham, i pres me pa dole. Shumë të në kur të më vinë, mesat. Faleminderit shumë, ju boft mirë flijat, përshëndesim shumë. Faleminderit e kalofshi mirë. Si thatë mirat? Tung. Shumë e pres. Faleminderit. Pas të ma qelë një sarë për ju thirë. Jo, nuk... Okej, faleminderit shumë, përshëndesim. Nuk ka puna që s'po ta qelim telefonin, po është telefonin në zonë. Deri sot vjen që është dërane, ju therne, edhe që është arrihet. Nëse pëjmë zotit në fli. Toyota është vetura e mrekullueshme për ju. Jo, është vetura e mrekullueshme, po që janë nxenë edhe karrikat. Edhe po dhe timonin, përndryshe për juve që dëni me u bo me një vetur shumë të mirë, me u rahatu, mos harroni me shku tek Auto Trade që gjeni në Çaklavic, edhe mundri me i bo një test drive këtë weekend. Po, nëse veç keni vendos për mja bo vetit një super shpërblim për këtë fundjavë, shkoni tek Auto Trade, bleni veturën Toyota me 10 vite garancion. Dje kum dash me thonë Fione pas na harru, e sot më kujtu, do më thonë Yaris Crossi, keni Yaris Cross me një ngjyrë gjelbërt. Po një farë e gjelbërt është shumë e mirë. Edhe na nol me Gentin na kanë, po, edhe na nol e kna këshyr që po thonë këta një cop herë. Do më thonë s'kisha pa qas i ngjyret bukur, edhe sa bukur i rreke. Nëse vish dëni me shku me pa, mundri me pa, keni tek Auto Trade. Jo një Yaris Cross, po një verzion tjetër Toyota se pash sot në Gjilan. Çfarë ngjyre e bukur? Po ke në Gjilan ti, ha? Po. Qa jesh? Gjilan? Hajde që telefonata. Sot është në për Gjilan? Gjali nga Gjilani, po hanë gjath me gjishta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Gjyshja, oje. Hajde gjyshe, qysh je? Përshëndes. Edhe na të përshëndesim. Për cilë juve. Çka ndodhi? Edhe të menuë të bo analiza që si një burë e gru, as një la mutër. Pas ka ndollë analizat mirë. Por jua. Ja. Hajde gjyshe, dalim tem, qysh është përpjen vetën në fundjavë? Reprete. Unë e të ka si qika edhe unë e përzi pak një këmlerez, në shëqer. Edhe... Ahmet! Edhe, jem të qitë drejtare me ftoft, edhe pak për du me hongër, edhe i kam 2 një ditën një në promje, edhe 2 dit i kam, fundjava jemi përfundon me këmlerez me shëqer. Filon dhe përfundon me këmlerez. Edhe me qumë shtorez. Me qumë shtrizota. Qa ftofte keni ju atje që piqet një jashtë muftofa? Para minoti. Po më rëftofte është të mrena në salon është nëzet shumë, po Jashtë po të pës. Se të na është 17 gradë momentalja. Ku gjyshe, ku jeton edhe një se kum haru? Një blanicën e vogël, komuna Pej. Që ka që freskët që ka, Ja jemi ko nga të molit zim, në fund bjeshke, nga të bjeshke. Po, atje nështë po, ka kuptim. Se këtu në qytet shumë nxet edhe me dritare hap jemi të më thonë. A të mjallë të reguni për shka nxet, ma nxet të ju? E ju e dini, po edhe unë e dije. Është ma naltë ajo, dhe shta më thonë, Prishtina, është ma naltë, tash të këtu bjen mjegla, atje bjen dili. Okej. Edhe tash më shku mbiesh. Momentale në Jablanice ki 12 gradë Celsius, sa për informat. Faleminderit shumë që na ke thirr. 12 për jashtë është ftoft. Po 12 gradë, tamam. Real deal është më pak. 11.
Po, ju përshëndes, ej. Tum gjyshe, faleminderit. Se ina me njerë shtini po me këqysh sa është atje. Së thash mos është minus. Ishte freskët, për mos me tu prish një ushqim që përgatitet me qumsh. 6 gradë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Teuta, si e? E mirë, e juve gjithë. Si po kalon? Super. Hajde naj Tom Lereza naj torte se s'lam ushqim për këtë vikend, pa e përmen. Tregom ti, me çka kishe shpërbly vetën fundjavë? Si e shpërblen vetën fundjavë? Çfarë shpërblimi bën vetën fundjavë? Se s'kena rrina, vetë tema po. Ta tregova unë, si e shpërblen vetën fundjavë? Çfarë shpërblimi ja bën vetës në fundjavë? Ne ja bëjmë një vikend mirë me bashkëshortin, me anja mbërthirë. Ata një fshat mirën, bravo, po pra. Ka po shkonja, ka po delnja? Në piknik. Në piknik, ani mirë shumë. Dam adhuru se hikingut shumë. Çko je të thon, ka hec ma shumë? Ola në përmolet, knera ka hlopi. Po? Ka prizrenin aton. Derin sa orë kështu ke hec pa unal heq? Kome dhejnë 3 orë, eventualisht 4. 4 orë pa unal, pa pushu heq që të thon? Pa pushu heq. Ja me ty s'po bëj ka me dal heq? Me hec? Ja, jesu më në Fiona për mas. Kena qef, nas jena përgut, kena qef, zdo 10 minuta ka pak më nal. Ja, s'po, a gjën të atere. Jo de, po që ta thash, nas po bëj ka me ardh. Faleminderit shumë që na ke thirr. Hajde me bërë qofti. Super hiking rruju për Arushës. Së ishin dollë gjithë ka i posh Arushat. Nese kondicionerët mi ideja për juve që dëni me ftoft Tom Lerizin mrana ose me nëzhe që dëni, sepse e ka atë inteligencën artificiale dhe tu të lutëm Tom Lerizin mund të maftofësh edhe ajo e krynë këtë pune. Jo, po ngëmni se e ka inteligencën artificiale për mi ju mundësu me kursu energji elektrike ma shumë. Kështu që bleni kondicionerët mi ideja edhe ato përfitoni çmime promocionale. Super çmime keni tek Midea. Që tjetra fijo. Alo. Pas ka shku, hajde po shkojnë edhe në Albi mall. Hajde ka dole. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mosu më rëzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Jemi rikthyer, po vazhdojmë me prit telefonatat e juaja, ndërsa edhe njerë po du mi rikujtu juve që jeni në përvetura, mos harroni me vizitu Petrol Company për me shku edhe me rimbush makinat me derivatet ma cilësore që bëni ma shumë kilometra, shpenzoni ma pak, e të njëjtën kohë dhe bëni pjesë e lodhësh për blyse,
10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe kështu me radhë, sot është domethënë 40 euro 4 kupona. Edhe nuk i dihet mundesh me fitu veturën që po e dhuron Petrol Company, përveç veturës ka edhe shumë shpërblime të tjera. Alo, përshëndetje Viber. Alo. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Alberti. Albert nga ra telefonon? Mitrovicës. Prej Mitrovicës. Hajde tregom që është problem vetën në fund javë ti? Valloj, me klim, e kom le një klim të mirë, o këmosha me klim. Bravo, veç aty po rrem, po fladit është, po nxehesh, që shpo dan vetë, më thonë me klim. A kështu ditëve të javës nuk elçon, veç fund java, po? Gjithë me peshajt, gjithë, okej. Senol. Okej, kujdes energjinë elektrike. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë e pas një super pasdite, se i poshtë edhe do foto që tu në mujsha me gjetë. Kolon është pjesa e qasja për të krethi i Çaglavicës, kolona shumë e gjatë është në këto momente, pastaj e ngarkuar po vazhdo me qenë pjesa e daljes së autostradës në Fush Kosovë, si dhe kolone gjatë është hyrja në Prishtinë tani nga kazerma Demjashari tutje. Që telefonata fjon? Alo. Kam dulqe zo. Kush telefonon? Dëgjoj ka po qesh. O ba qatë punë e kera na me qesh? Me këtë kolegun tim dramatik po du të me qesh. Kush na telefonon? Jeni të mirë, jeni të farashën. Faleminderit. Me kë po flasim? Unë jemi në Klak. Ajde. Nga Fush Kosova. Prej nga Fush Kosova? Fush Kosova. E me sa vjet po e konsideron vetën plak që po thotësimi? 65. Jeta sa ka filluar? 65 këshyri po mja nis me i edhe janë kredit. Kjo thot Amo kredit të limituar do të kesh. Ja, për i thëm për 30 vjet ndoshit më marr. Hajde 5 vjet e punit pa kredit mi jetu, së më ndryshe. Qysh është për blen vetën në fundjavë? Në sanin më të mirë në botë. Me? Në sanin më të mirë në botë. Hajde. Që është? Që është do me 5 vllazni bashkë, që me marrin motrën edhe çdo fundjavë kem kanë i drejt 5 vllazni edhe në motrë. Lëvizni çdo fundjavë, vizitoni vende ndryshme, a? Po. Sa mirë, ide shumë e mirë. Faleminderit që na telefonove. Zoti është shpëlbet. Faleminderit edhe ty. Pak më i gjallë bre, se 65 vjet. Po tash që shto është njeri të apëdën me ndrua? Po jo, po kom qef pak ma. Pa të shpiqet. Jo më dalë në penzion. Ja, u ploka, dole në penzion. Që atere kom njetë. Mi thonë bankës kredit, po du. Libe të kreditin, po është një moshë që për një me njeri fillon me e shiju jetën, me shiju familjen, lidhjet familjare, afrohen, kanë kohë më shumë për një tjetrin. Po pra. Që mos të njena plak, po tash jemi ma të lirë, jeni ma të ri në kuptimet të ndryshme. 04997898, po vazhdojmë po pret telefonatat e juaja, po presim e na tregu shumë nxehtë kam sot. S'di çka u bë, domethënë kam një farë nxehti, vishuneti. Alo, përshëndetje. Po përshëndetje tu kesh. Po e kam me çit këmishë kam. Misha shumë e holl, nuk e di pse po të jetë. Mordhita, jeta në Mordhina e ku marr një këmishë të holl, sa du Mordhina, minimax e ku marr këmishën. A më përfuni është krejt lesho jeton. Po, me jetë, domethënë 4 kg e gjysë ko. Hajde tregom si edhe si kalon. E baj shpërshnet. Shnet pas, falinderit. Kështu jeton kurse këshyr mirë, veç është emrin, atë shka për shkrune dhe pe marone. I tash asoj shikës, tash hajtë se ju mbo bajat vet, hajtë diçka ajo ka kujtovë që në ka medal me ta. Ka menu që nërë qëti. Edhe ka thonë të ruj ki djallin se mos poftofët. Hajde. Plakën ja kështin dash me dit. Kush të që je? Si është problem vetën në fund javë, më ka shpërbli shumë mirë. Avull të qitë. O të kalzoj. One është problem vetën në fund javë, kështyri futbol. Okej. Me futbol është problem, edhe është problem dalë në fund javë me fëmijë, me shoqet, do më thonë dalëm. Me shoqet? A me shoqet, a me shoqen? Ja, me shoqet. A visi shoqet në ngushtë e kitja? Se më do kështë të shoqet, tash, hej, jeton bre. Qashtu tha po e përmisaj tash. Hajte, e përmisaj. Hajte e këta jo në YouTube, e sheti. Visi ato kam jato, me shoqet. Këtë vikend jam veç me fëmijë, shoqet se kam kësajde. Kuj ki shoqet? Për që ato, ki pas ka me dal me shoqet, nejse. Kuj ki shoqet, ku të kanë shku?
shoqet kanë ikur. Ikën, ha? E më të keqën. O jetë të përshëndesim. Do të riket fundjavë me fëmijë ku më kënaq. Po më vjen shumë mirë, edhe po këtë fundjavë ka edhe futboll. Kena emocionet jashtëzakonshme, nëse dje Shqipëria na ka gëzu, po presim që të shtunën me na gëzu edhe Kosova kundër Slovenisë, masane edhe Zvicran s'kena qa me boj, kena të mire sene na ka nimu, po mi mujt do të mi mujt futboll. Po çfarë është? Dalim të parë në tabel, unë jam me Aro Murishin që tha dashni se bre tha një farë interviste, tha po folni, tha ju për me kanë dytë, tha të partë kina me kanë, qashtu edhe në po menaj. E për ndryshe shumë sukses djemve se e pash që visionis për me shku. Faleminderit shumë jetën. Ju përshëndes, jeni më të mirë, po nuk po kam kohë se mas dite po punoj. Edhe tani po del ka pak tani me shoqet. Të kuptojmë plotësisht. Se kila. Ju përshëndes. Hej, ai ki shoqet e mira? Këmisha e bukur shumë. Faleminderit, ton kalon mirë. Dashnia, çysh është ajo shprehja? Po, këmisha edhe dashnia tash është në flok. Edhe shoqet. Edhe shoqet ta japin një farani. Ta japin një farani. Çe telefonata tjetër. Ti e pak u rrugove fati të pak. Po ndokët shisha e dyta e treta. Lema çatu, lema letun po. Ama xhinat që të letash po. Faleminderit po me as me rito e vjo. Alo. Përshëndetje. Shmegërllaku i kod do sakrifica. Përshëndetje. Normal. Si kalën? Mirë, kush na telefonon? I vështrëz jena. Kush jena, hajde dhe, kush jeni, asa veta jeni, ja? Jena, velloj veti 48. Veti 48. Qëka një të bo bashka të, Tu piqaj. Po që të bo... Qa kanë me bokta? Ora 5 vështre, qa kanë me bokta? Qa e fora, veç? Atë bardha atë zeza. Valla e sërë këna përzi. Qështë qëllojnë? Asi po bardhe zez që janë do. Po falë që janë do. Shatere. Po fora të kines në kanë orë qërtë. Apo a? Apo vinë gjo? Valla të mire ishin pasha. Vetë po qëre ishin, vetë pa ishin, vetë krejt. Ajde të regom, qysh e shpërblen vetën të në fundjave, dhe pse amërin s'ma kalzove? Unë, jo, në hija e këmë që na është që të biberat, jo? Ja, se shojmë na. Ty, a i mundet me dalë, po unë nuk e shom. Ajde në hija, në e plona për vështres. Qysh e shpërblen vetën në fundjavë? Valla, unë zakonisht shtunë shpërblej vetën me 2 kila çokoladë. Veqa? Sa mirë. 3 kila kakull, edhe një Red Bulla dhe 1 kilo gerika. Edhe të hanën që ka u kë? Ja, të hanën të fluturuke. Të hanën që ka u kë në reportin e endokrinës. Jo, të hanën psikiatri drepëve. Jo, bash në ashtati që aty zbot puna, mos e të vratash. Jo, ti të premtëm, po të shka me shku aty një herë, tani. Qka po thu ti rrenë shtunën edhe dilën pa pi qaja? Ko rris pishtin e dilla. Bravo. E hane premte qaj, nuk ka ky pas ka morë ronë tjetër ka, po do i ka me dol pi vushtres. Me shtunën e dilën pi e qaj mas shumë tjatje. A pe kuptan të që të me dol pi vushtres? Po, e kuptova. Faleminderit. Ka po shkon në nuk, ka pjellë syn. Hajde në Prishtinë se e ki ma te porzë, di qysh më rinë nalja. Mos. Ja, nisën pe hajvalise dhe ku të nalëm. Ku të nalën, dhuj? Ngilan, atë kështë që lanë. Kolon kime vetë, nuk hin kolon, se s'ki ku shkon. Ja, s'una s'ka kolon, për na i gore. Qysh më resko? Ani. Ku s'ka? Ani, hajde, do ku nesër. Hajde. Presim. O, zëti, rujtë e një matë mirë. Faleminderit, hajde, tung. Ngilan, si fjona. Sot që ka po vetë Ngilan, i kish marrë 27 gram protein me vetit, zotit, po. Edhe me karamel, pra, dini që i kështë si qërë qa po pijone. Edhe ju nëse keni nevoj për me marrë protein, mund dëni me shku në dyqan, të protein lojni me gjithë matë mirën, me zgjithë zotin. Hej, kjo telefonata e fundit për ditën e sotme, edhe nuk është jashtë toksorit jonë. Na u ka i dhnu për të kalzoj. Edhe pak ma herët, jo pak ma herët, po në fillim të emisionit, Florimi ma ka shkru, unë jam qëtu anash, kishe qipe presa po tirë. Po s'na ka tirë jashtë toksorit. Se qysh tek se di, po pres më mulej mu jashtë toksorit. Hajde jos. Mu ma ka shurani jashtë toksorit. Apo thu që... Me marveshje për thua. Që me të kalzu drejtën pak u bona marak, tash musu i dhnu. Po së është aj që i dhnu dhe qa shlet?
Edhe qëre ku të shumë që thashe se dikush ja ca venin, unë ja ca, se unë me do të respektoj shumë njëri. Po dhe na respektojnë, për që respektojnë. Edhe ka thona i shpesh që s'kom qef më bujti, por të ndoshta edhe për që ato e ko. Që ku të shumë ta. Ajtë nuk më shkru, ti ku më kalzu. Ka me shkru, 99.9% ka me shkru si ta. Hajde të shofim, po presim. Tregom përveç tavolinës. Qysh është problem vetën fund javë? Ua, si me kum hongën javën e kalume. Qka? Pa e dal javën e kalume, qysh me dal tash? A e dal javën e kalume, dhe më thonë tash s'ki leje për këtë javë, S'ma merë menje, se kërkush nuk e përmeni deri që tash edhe dyqysh e prita, me thonë që në fund javë unë e ja bëj vetës një farë dal pak, edhe knoqna, me shoqënia, me konsësh, me rëndësi, najt diskoteka, dikun që ashtu, po nëse kjo këmishe troshme. Ja, më delsh me shto në diskotekë. Të rime majic. Do më thonë, ti dela. Pas në harruaj, jo. Ha? Asim gëm, po. Jajtën gjo këm po, dhe une e këm morë një këmish, një këmish, pa e shkon, jashtë po setra, s'pu po qashtu diçka, po më vjen kesh me qka të dul jozë? I ka dole skimit. Edhe mu ka dal për hunde, asisha zoti si deshi, asi e moj vesh. Anë jozë, qa me bo? Njej, në qatë gjendje e më dhone. Që bile po presu krye emisioni, po të kalzëj. Jo, tash muj në terasën. Shkoj ta mushi gjakuzin. Jo, unë e ku marrë shumë. Me akët. Jo, YouTube edhe pas respektit se na shti bërë kim leja, dalë edhe shqit javë. Hajde po shpresojmë, nëse s'lejon, tregona, po morëm na i farë, po muno me i Fionën, ose dërgona na e-mail, t'ja bojna një kërkesun e Fiona. Na ja kështu zyrtarë. A bon? Nuk na shkrujti ashtu kësori. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Hajde tek këshyrum, bo malak. Jos përshëndesim për javë të këndshmem. Ku do që e kalon? Tonk, që përshëndet i krejt. Po du me përshëndet për fund si zakonisht edhe Jeta Baholli Hair and Makeup që gjithmonë kujdeset për dukjen time. Faleminderit shumë, je mrekullueshme. Vazhdoni që ndroni me Glamin se edhe për një orë jena bashkë me pjesën e dytë në frekuenca tona ose përmes glamradio.fm ose edhe përmes aplikacionit që mundeni me marrë në telefon. Shumë faleminderit secilit prej juve edhe për informatat rreth komunikacionit, po presim pjesën e dytë edhe po vazhdojmë po presim informatat e juaja për me informu krejt pjesëtar tjerë komunikacion. Jo, mos harroni me bëta që duni me bëj gjithmonë me jep shumë dashni, paqit, plot shëndet. Every day, y'all check this out. Live from Pristina, and you're rocking with our station 88.6 and 102 FM. Glam Radio. Hajde! Magjia falenderimit.